Nëse do të që ti është fitimtar mje, që të fitosh, që të kesh rezultate, ti duhet të vazhdosh të të mosh disiplinën edhe kur ti nuk shikon rezultate. Këto është sekreti. Disiplina është që ti të vesh prioritet ata që ti urren me bë. Ata që ti më të vërtet urren me bë. Kjo është që ta vesh prioritet, ata do baj. Ata do baj se aty gjendet, vetëm atë që po eviton të bash, aty është. Domethënë, është një shprehje që shkon kështu, thotë suksesin e gjen në rrugën që ti po eviton me bë. Ti edhe do shkosh në palestër, edhe pse nuk shikon asnjë rezultat, ti duhet të vazhdosh prapë. Jo të shkosh një muj, të shkosh pastaj të shtrëngosh aty të fryesh tak. Shef asnjë rezultat, thu po e la, thotë, si s'ka rezultat. Këtu e ndon të shtokun me ata që fitojnë. Këtu ndahen, këtu janë dy rrugë që ndahen. Vjen deri këtu, njëri vazhdon, edhe pse s'shikon rezultate, tjetri dorëzohet. Fillon e bën dështak. Kupton? Se dy qysh i mushit me një që ko për të arrit qëllimin e vetë vetëm duke dorëzu. Kupton? Nuk funksionon. Duhet të vazhdoni mjet edhe kur nuk shikoni rezultate. Duhet të vazhdoni të bani, domethënë të formoni palestër, Kjo është numër 1 që të bëj pas gjëmoshkull, se jo për më bë Mr. Olympia pas truk mirë, po është toksina që dojnë për jashtë. Që është sot truri. Kupton? Pastaj edhe një biznes kur e nis. Çdo shohësh rezultate mas një biznesi në fillim direkt. Mos dorëzo. As lloj biznesi nuk jep direkt. Nuk jep asnjë gjë, nuk vjen shpejt. Asnjë sen nuk vjen shpejt biti. Kupton? Nuk duhet të dorëzosh, ky biznes nuk ban. Se s'da rezultate, e hape ti 5-6 muaj, 1 vjet e s'da rezultate. Asnjë sens t'jep. Një biznes për të funksionuar mirë duhen 18 muaj deri në 3 vjet. Kjo është ligji i natyrës. 18 muaj deri në 3 vjet që të dalish në biznesit të paguaj detyrimet e veta. Kupton? Kush e ka me fat ban vaki edhe për vjet. Po në raste të veçanta, kupton? Duhet disiplina është të bosh ata që ti urren me bë, po ti e ban sepse ti e burr. Sepse aty gjendet ndryshimi jot. Aty do ndryshosh veten tënde. Kupton? Të vëni prioritet jetën private, pastaj jetën publike. Prioritet jetën private. Duhet të bash ata që urren të bash. Nëse eviton ata që urren të bash, edhe pastaj pretendon që do kesh ndryshime, asnjëherë. Kjo është dreshi që futet që ta mush men që këtu funksionohet. Jo. Nuk kërkush s'ka dëshirë. Do të bëj detyrën tuaj. Do të bëj detyrën tuaj. Nëse ti je polic, merr dikush në telefon thotë janë ndu gjyj me armë. A ke qef ti më shku mu vra me armë? A ti e për më shku me pas se kush o t'u vra ka ne këtje?